Më 6 janar të vitit 1979, 4 fëmijët e familjes tanë u vranë brutalisht në apartamentin e tyre. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhërnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e ditës. Babai i tyre, Tan Quinch, 38 vjeç, dhe nëna e tyre, Lee Young, 30 vjeç, jetonin në një apartament me një dhomë gjumi në katin e 4 të një bloku banimi në Singapur. Ata jetonin aty me 4 fëmijët e tyre dhe megjithse apartamenti ishte i vogël, ato bënin maksimumin për të përballur dhe për të siguruar gjithçka që mundeshin për fëmijët e tyre, sepse ishin shumë të lidhur me ta. Ishte sikur e gjithë jeta të rrotullohej rreth fëmijëve, ishin të fiksuar pas tyre. Fëmia i vogël dhe e vetmja vajzë quheshte Tan Shandi dhe ishte vetëm 5 vjeç dhe ndiqte kopshtin, ndërsa djemt quheshin Peng, ishte 10 vjeç, Koking 8 vjeç dhe Kokson 6 vjeç dhe që të gjithë ndishin shkollën fillore. Në orën 6:35 të mëngjesit, më 6 janar, prindrit u larguan për në punë si çdo ditë tjetër, duke lënë fëmijët në gjumë. Ato kishin një minivan të vogël që transportonin fëmijët në shkollë dhe nga shkolla në shtëpi. Rreth orës 7:10 të mëngjesit, Lee telefonon në shtëpi për të zgjuar fëmijët pra që të përgatiteshin për në shkollë. Por nga ana tjetër e telefonit, pra asnjë nga fëmijët nuk e ngre telefonin. Telefonon dhe një herë tjetër, por përsëri pa përgjigje. Në këtë pikë telefonon fshinjin e saj pra për t'i thënë që nëse është e mundur të shkonte t'i zgjonte fëmijët ose të paktën të trokiste në derë. Por në momentin kur fshinji shkon dhe troket në derë, prap asnjë përgjigje. Por kur ajo kthehet në shtëpi në orën 10 po tati mëngjesi, ajo zbulon që fëmijët e saj ishin vrarë në banjën e apartamentit. Trupat e fëmijëve ishin veshur plotësisht me pantallona dhe këmishë dhe mbi gjitha ishin vendosur sipër njëri tjetrit. Ato ishin goditur me thik në mënyrë brutale. E gjithë skena ishte tmerruse dhe çdo fëmijë të paktën kishte nga 20 plak secili. Dukeshte sikur njëri prej djemve kishte pasur një përleshje me agresorin, sepse në dorën e tij u gjetën disa fije flokësh, por duhet thënë që krahu i tij ishte i prerë pothuajse plotësisht. Gjëja e çuditshme ishte se apartamenti ishte në gjendje të përkryer, nuk kishte rrëmuj, nuk kishte thyerje, nuk kishte gjëra të hedhura, nuk kishte vjedhur asgjë, pra dukeshte sikur çdo gjë ishte në vendin e vet. Vetëm lavamani i cili kishte disa pika gjaku, pra nuk kishte shenja të hyrjes me forcë. Çdo gjë dukeshte perfekte deri në momentin kur hye në banjo dhe shihej këto 4 fëmijë që të gjithë pa jetë. Për shkak se nuk kishte shenja të hyrjes me forcë, policia ishte e bindur që ishte një person i afërt i familjes, sepse ndryshe si do kishte hyrë atje. Por pikërisht ky person me sa duket e dinte shumë mirë se çfarë po bënte, sepse i gjithë vendi ishte pastruar në mënyrë perfekte, nuk kishte asnjë njoll, as pika gjaku përveç lavamanit. Pra ky person e dinte shumë mirë se çfarë po bënte dhe mbi gjitha kishte marrë tërë kohën e duhur, tërë kohën e tij për të pastruar çdo cep të apartamentit. Policia mendon që ku në orën 6:35 kanë dalë prindrit dhe janë larguar për në punë dhe në orën 7:10 kanë marrë përsëri në telefon, mendohet pra që në këtë interval kohore ka ndodhur vrasja. Mbi të gjitha, personi që i ka vrarë fëmijët e dinte shumë mirë që prindrit nuk janë në shtëpi, e dinte shumë mirë që fëmijët do të ishin vetëm dhe mbi të gjitha, fëmijët edhe prindrit e njihnin këtë person një farë mënyre sepse nuk kishte mënyrë tjetër për të hyrë në atë apartament dhe, siç ju përmenda pak më sipër, nuk kishte shenja të hyrjes me forcë. Një teori që mendohet, pra që ka lidhje me faktin që nuk ka pasur shenja të hyrjes me forcë, mendohet që nëna ndoshta gabimisht mund të ketë humbur çelësat dhe personi në fjalë i ka gjetur, ose mendohet që ky person ja ka marrë nënës këto çelësa pa e vënë re dhe ka shkuar në apartamentin e saj për të marrë jetën 4 fëmijëve të saj. Po problemi ishte se arma e krimit që u përdor, pra ishin pikërisht enët e kuzhinës, pra ishte marrë një thik dhe një hanxhar nga kuzhina. Por nëse ti po planifikon që të vrasësh dikë, pse nuk përdor armët e tua, por duhet i marrësh nga kuzhina, por gjithsesi
as Thika, as Hanxhari nuk u gjetën më, pra mungonin në kuzhinë dhe që prej asaj dite nuk u gjetën më kurrë. Këtë çështje e mori në dorë Departamenti i Hetimeve Penale dhe në këtë pikë vëllai i Li përmendi faktin se në media kjo çështje mund të ketë lidhje me një skemë ilegale tontite, që në të cilën ajo dhe Queen mund të kenë qenë të përfshirë në një skemë tontite. Është në thelb një skemë ku një grup individësh vendosin para ose asete monetare në një fond të përbashkët dhe ata mund të marrin pjesë nga ai me kalimin e kohës. Po kushdo që vdes në këtë grup individësh, humb të mbijetuarit marrin gjithçka që është futur në të. Por gjithsesi, kjo lloj teorie nuk i çonte hetuesit në asnjë pistë konkrete, thjesht ishte një mendim i hedhur në ajër. Por edhe të supozojmë pra që prindërit ishin pjesë e kësaj skeme ilegale, ç'lidhje kishin fëmijët, sepse ndoshta fëmijët as nuk e kishin idenë që prindërit ishin pjesë e saj. Por edhe nëse do ta dinin pra që prindërit ishin pjesë e saj, ç'lidhje kishin fëmijët në këtë mes? Pse fëmijët u vranë? Prindërit deklaruan që nuk e kishin idenë se kush mund ta kishte bërë këtë gjë. Dhe mbi gjitha thanë që nuk kemi zemëruar njëri deri në atë pikë saqë të arrijë të vrasë fëmijët tanë. Kaluan plot 2 javë, por nuk pati asnjë zhvillim të ri, deri për vitin e ri kinez ku familja mori një letër dhe pikërisht kjo letër ishte shkruar në gjuhën mandarine dhe ishte e vulosur nga vrasësi. Ky fundit u drejtoheshte atyre me nofkat e tyre, pra dukeshte shumë mirë që ky person i njifte që të dy prindrit dhe mbi gjitha u kishte shkruar një detaj mjaft të çuditshëm dhe mjaft interesant. Pra u kishte shkruar pikërisht këtë frazë: tani nuk do të keni më pasardhës. Kjo lidheshte drejt për drejt me Li, ku kjo e fundit kishte bërë një operacion sterilizimi pas lindjes së vajzës së saj, dhe është një informacion që nuk mund t'ja thuash kujdo, dhe kjo gjë i vinte vulën që personi që ka kryer vrasjen ishte pikërisht një person i afërt i familjes. Departamenti i Hetimeve Penale mori në pyetje plot 100 persona, por duhet themi që pjesa më e pafat dhe pjesa më e çuditshme e këtij rasti ishte ky moment. Një fëmijë i tyre që ishte 65 vjeç, pjesën më të madhe të kohës e kalonte në korridor duke parë fëmijët që luanin, duke parë fëmijët që vraponin. Por pikërisht atë ditë që ndodhi vrasja, ai nuk ndodheshte në korridor sepse pikërisht atë ditë ishte futur për të bërë një dush. Pra, është një rastësi shumë e çuditshme që ky person gjatë gjithë kohës kishte qenë në korridor, pra nëse ai person do të kishte kaluar, fshinji do ta kishte parë, por çuditërisht atë ditë fshinji kishte vendosur që të bënte dush. Një pistë më serioze erdhi nga një shofer taksie nga Toa Poja. Ai deklaroi që kishte marrë një djalë rreth 20-tave me një sjellje shumë të dyshimt. Ana e majtë e trupit ishte mbuluar me disa pika gjaku dhe mbante një thik, gjë që u vëre kur ajo përplas me derën e makinës. Ai e kishte marrë atë rreth orës 8 të mëngjesit në bllokun 96, pra ishte shumë pranë vendit të krimit dhe kishte lënë atë në Lavender Industrial Area. Kur autoritetet u treguan prindërve për këtë person, ata e kuptuan menjëherë se për kë bëheshte fjalë. Bëheshte fjalë për Xhaxha Queen, kështu e quanin ata. Ishte një fëmijë i tyre që vinte shumë shpesh në shtëpinë e tyre për të përdorur telefonin dhe fëmijët e njihnin jashtëzakonisht shumë mirë atë. Ky person u vu në rresht identifikimi dhe ishte pikërisht shoferi i taksisë, ai që identifikoi personin, dhe autoritetet e mbajtën në paraburgim për plot 2 javë, por pas 2 javë e liruan për mungesë provash. Ky moment është pjesa më zhgënjyese e gjithë rastit, sepse personi në fjalë u identifikua menjëherë pas një lloj hezitimi nga prindrit dhe e dinin shumë mirë kush ishte ky person, sepse ky person vinte çdo ditë në shtëpinë e tyre për të përdorur telefonin dhe fëmijët e njihnin shumë mirë. Edhe shumë evidente fakti që fëmijët i kanë hapur derën pas një lloj problemi sepse ishte Xhaxha Queen, ai person që vinte çdo ditë për të përdorur telefonin, dhe është më se evidente që ky person është përgjesi, por gjithsesi u lirua. Për më tepër, ai u mbajt në burg për plot 2 javë dhe në momentin kur u lirua, ishte pikërisht momenti kur familja tan mori atë letër nga vetvrasësi. Pra, ishte një koincidencë shumë e bukur që ky person u lirua dhe në atë moment familja tan mori pikërisht letrën. Por për mungesë provash, rasti nuk avancoi më tej. Më pas, ai dhe motra e tij u shpërngulën në një vend tjetër dhe nuk u dëgjuan më kurrë. Por një teori tjetër që qarkullon mendohet që ndoshta Li ka pasur
ndonjë lloj lidhje me këtë Xhaxha Queen dhe për këtë arsye ai dinte kaq detaje specifike për jetën e tyre. Dhe në momentin që Lee ka vendosur t'jap fund lidhjes së tyre sepse donte të shpëtonte martesën, sepse ishte e lumtur në martesën e saj, pra e kuptoi me vonesë, ky fundit ka marrë hak duke i vrarë që të katërt fëmijët. Është diçka ekstreme, por është një mundësi. Më 7 janar, fëmijët u varrosën krah për krah të shoqëruar me librat dhe lodrat e tyre të preferuara. Disa prej tyre u ruajtën nga prindrit si kujtim. Humbja ishte shkatruese. Lee ishte aq e tëmditur sa që kishte vështirë të qëndronte e vetëdijshme gjatë funeralit. Pas tragjedisë, prindërit hoqën dorë së transportuari fëmijët të tjerë në shkollë me minivan, sepse transportimi i fëmijëve të tjerë u kujtonte fëmijët e tyre dhe kjo gjë ishte shumë e dhimbshme për ta. Por gjithsesi vazhduan akoma që të jetonin në atë apartament dhe komë vonë gjetën një punë në një fabrik makinerish plastike. Edhe pse kjo lloj historie është thellësisht e trisht, mund të them që fundi i kësaj historie është paksa shpresdhënës, sepse Lee kërkoi që të ktheshte operacioni i sterilizimit, gjë që është paksa e pamundur, por mund të them që ndodhi një mrekulli, sepse më 30 dhjetor të vitit 1983 sollën në jetë një djalë të mrekullueshëm, një djalë të bukur si drita. E pra miqtë mi, ky ishte dhe rasti i sotëm, por unë jam personalisht e bindur që Xhaxha Queen ishte përgjegjësi për gjithë këtë tragjedi, edhe pse motivi nuk dihet akoma se cili ishte. Unë ju ftoj të më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj, ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao!